Flavio, rruga e Arbërit është kthyer në një bilanc lufte tashmë, sepse nuk ka një ditë që nuk ndodh një aksident, ose me pasoja të rënda si vdekje dhe plagosje, ose të paktën është një rrugë që unë e bëj çdo ditë për të ardhur në parlament dhe në punën time si deputete, dhe gjithmonë do kesh një aksident të ndodhur në rrugë. Nuk është vetëm mungesa e sinjalistikës, por rruga e Arbërit ka patur probleme serioze që në zanafillën e saj që kur është hapur, sepse tani ka dy gjëra, apo ndërtohet, domethënë, infrastrukturë për qytetarët apo spektakël për kamerat, sepse ju e keni parë se si është inauguruar ajo rrugë dhe çfarë shpenzimesh kolosale ka patur. Pra, si është e mundur që një vepër që përdoret çdo ditë nga qytetarët, mira qytetarë të qarkut Dibër, inaugurohet me daulle, dhe ndërkohë që veta RSH pranon se të paktën tuneli i Murrizës nuk është i kolauduar. Pra, çështja është se për çfarë po e bëjmë zhvillimin, sepse qytetarët e qarkut Dibrës nuk janë njerëz vetëm për dekore elektorale. Ata kalojnë aty çdo ditë, kalojnë me familjen, me nënën, me babain, me fëmijët, dhe është kthyer në një rrezik të jashtëzakonshëm. Pastaj dihet që dhe policia rrugore aty është vetëm për të vendosur gjoba, jo rripi, jo parakalove keq, sepse aty ka dhe një problem tjetër. Aty e ke të pamundur të bësh parakalime, plus që kamionët i ke orar dhe pa orar gjatë gjithë kohës në rrugë, dhe duke qenë se është një rrugë e ngushtë dhe ka patur humbje her pas here të trasesë së rrugës, e bën akoma më të vështirë dhe më të mundshme probabilitetin për të patur aksidente. Ja kuptoj. Ndërkohë, zoti Luzi, duket sikur pavarësisht se sa shumë investohet,